Shkolla është institucioni ku fillon dhe zhvillohet një nga proceset më të rëndësishme të jetës së njeriut, arsimi. Ajo nuk është thjesht një ndërtesë me klasa dhe banka, por një vend ku mësojmë, rritemi, zhvillohemi dhe formojmë personalitetin ton. Për shumë fëmijë dhe të rinj, shkolla është si një shtëpi e dytë, ku kalojnë një pjesë më të madhe të ditës, ndërtojnë miqësi, mësojnë të bashkëpunojnë dhe përballen me sfida të reja çdo ditë. Arsimi është themeli i një shoqërie të ndritur dhe të zhvilluar. Ai ndihmon të kuptojë më mirë botën përreth, të zhvillojë mendimin kritik dhe të bëhet një qytetar aktiv dhe përgjegjës. Ndërmjet arsimit ne mësojmë për historinë, kulturën, shkencën, teknologjinë dhe vlerat njerëzore që na ndihmojnë të ndërtojmë një të ardhme më të mirë për veten dhe për shoqërinë. Në shkollë, nxënësit nuk mësojnë vetëm lëndët e ndryshme si gjuha shqipe, matematika, gjeografia apo biologjia. Ato mësojnë se si të komunikojnë, si të respektojnë njëri tjetrin, si të bashkëjetojnë me dallimet dhe si të jenë të përgjegjshëm. Mësuesit, si udhëheqës të dijes dhe edukimit, kanë një rol të pazëvendësueshëm. Ata jo vetëm që përcjellin njohuri, por dhe edukojnë breza të tërë me dashuri e përkushtim dhe durim. Rëndësia e arsimit shkon përtej mureve të shkollës. Një individ i arsimuar ka më shumë mundësi për të gjetur punë të mirë, për të marrë pjesë në jetën shoqërore dhe politike, si dhe për të ndihmuar në përparimin e vendit të tij. Një shoqëri që investon në arsim është një shoqëri që investon në të ardhmen e saj. Fatkeqësisht, në shumë vende të botës, arsimi ende nuk është i qasshëm për të gjithë. Kjo është arsyeja se pse duhet të vlerësojmë mundësinë që kemi për të shkuar në shkollë dhe të përpiqemi të shfrytëzojmë atë sa më mirë. Çdo ditë në shkollë është një hap drejt një jete më të mirë. Në përfundim, shkolla dhe arsimi janë pjesë thelbësore e jetës tonë. Ato na japin njohuritë, aftësitë dhe vlerat që na nevojiten për të qenë njerëz të ndershëm, të ditur dhe të suksesshëm. Të gjithë duhet të punojmë që shkolla të jetë një vend ku çdo nxënës të ndihet i sigurt, i motivuar dhe i vlerësuar, sepse arsimi është drita që ndriçon rrugën drejt të ardhmes. Ka qenë ky një material i përgatitur i cili lidhet me rëndësinë që ka arsimi dhe edukimi i brezave të ri. Do flasim konkretisht me personalitetin e ditës për këtë temë. Pra, do flasim për arsimin. Sot do të ndalemi në regjistrimin e filloristëve në vitin e ri shkollor. Do të diskutojmë në lidhje me atë se si është organizuar procesi i regjistrimit të filloristëve në vitin e ri shkollor në komunën e Tetovës, për numrin, për afatet edhe për atë porosinë që duhet ta kenë dhe ta dinë, ta kenë parasysh prindërit e filloristëve të cilët regjistrohen për herë të parë. Për të trajtuar këtë temë kaq të rëndësishme, nderi dhe kënaqësia është e jona që në emisionin ton të na nderoj personaliteti i radhës, është zotërin Azmi Dauti, përgjegjës i veprimtarisë publike në komunën e Tetovës. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Faleminderit që gjithmonë ndani kohë dhe kontribuoni për emisionin ton. Sot do flasim për një temë tjetër, ka të bëjë me regjistrimin e filloristëve, si është i organizuar në fakt procesi i regjistrimit të nxënësve filloristë në vitin e ri shkollor nga ana e komunës së Tetovës. Po, domethënë komuna e Tetovës si themeluese e shkollave fillore dhe shkollave të mesme ndjek dhe procesin e regjistrimit të nxënësve në shkollat fillore, po ashtu edhe në shkollat e mesme. Afati i regjistrimit të nxënësve filloristë në klasë të parë. Domethënë ligjërisht fillon më datë 1 maj dhe përfundon më datë 31 maj, por duke pasur parasysh faktin që data 1 maj ishte ditë jo pune në gjithë Republikën dhe ky regjistrim filloi më datë 2 maj dhe vazhdon, që do të zgjasë deri në përfundim të muajit me datë 31 maj, normalisht që prindërit do duhet të dorëzojnë dhe dokumentacionin e nevojshëm, siç është certifikata e lindjes, kopje e letërnjoftimit nga njëri nga prindët që të shihet sakt adresa. Normalisht e dini, jeni të njoftuar dhe prindërit janë të njoftuar që në komunën e Tetovës ekziston edhe rajonizimi, që secili nxënës do duhet të regjistrohet në bazë të adresës atij rajoni që i bie. Normalisht që si shtojse dokumentacionit do duhet të kenë dhe një vërtetim për vaksinat e marra të nxënësve.
një vërtetim nga oftalmologu, një vërtetim nga otorinolaringologu, dhe këta janë dokumentat që të mundet nxënësit apo fëmijët të regjistrohen në klasë të parë. Zakonisht afateve ju përmbahen prindërit, mirë po ekzistojnë dhe raste të tilla që ndonjëri nuk gjendet momentalisht brenda vendit, normalisht që do të kenë mundësi që fëmijët e tyre deri në fillim të vitit shkollor 2025-2026 fëmijët e tyre t'i regjistrojnë në shkollën cilës edhe i bie rajonizimi. Po, të flasim edhe pak për regjistrimin, a ka ndonjë, le të themi, sistem elektronik për regjistrim apo bëhet në mënyrë fizike nëpër shkolla? Krahasim edhe me vitet e kaluara, si është procesi i regjistrimit? Regjistrimi në shkollat fillore nuk është me sistemin elektronik ashtu siç është regjistrimi në shkollat mesme. Konkretisht këtu bëhet dorëzimi në formë fizike i dokumentave në shkollat përkatëse, varësisht e përmenda rajonit që i bie, dhe këtë vit është njëjtë si vitet të tjera, domethënë përsëri regjistrimi do të jetë në formë fizike, dorëzimi i dokumentacionit në formë fizike deri tek shërbimet apo komisioni cilën e cakton shkolla për pranim të dokumentave. Të flasim edhe pak në lidhje me afatet, meqense ju pak a shumë edhe përmendat në pjesën e parë, pra cilat janë afatet kohore për regjistrim dhe sa këto afate respektohen nga ana e institucioneve, por edhe nga ana e prindërve? Afatet ligjore përmenda është fillimi data 1 maj dhe përfundimi me datë 31 maj, mirë po prape përsërisë raste të tilla që prindërit momentalisht janë jashtë vendit apo nuk gjenden dhe nuk kanë mundësi që brenda afatit ligjor të bëjnë regjistrimin e fëmijëve të tyre, normalisht që të njëjtit do të mund të regjistrojnë fëmijët e tyre dhe pas skadimit të afatit, mirë po është mirë që afatet e parapara ligjore të respektohen, që më pas mos të ketë problematikë si nga ana e prindve, po edhe nga ana e institucionit apo konkretisht shkollave. Po. Të ndalemi pak edhe në një tjetër pikë që ka të bëjë me numrin e nxënësve. Sa pritet që të jetë numri i nxënësve që të regjistrohen, pra filloristëve që do të regjistrohen këtë vit, dhe krahasuar me vitet paraprake, është konstant tek ky numër, ka rritje apo ulje? Thënë kështu, Komuna e Tetovës të dhënat për nxënësit të cilët duhet të regjistrohen në klasë të parë, i merr nga Drejtoria e Librave Am, e cila është edhe kompetente për regjistrimin e lindjeve, dhe për fëmijët të cilët duhet të regjistrohen në këtë afat në klasë të parë, janë gjithë ata fëmijët të cilët kanë lindur nga 1 janari vitit 2019 deri më 31 janar të vitit 2020. Këta fëmijë kanë të drejtë që të regjistrohen në klasë të parë. Për fat të mirë, sipas dhënave që kemi marrë nga Drejtoria e Librave Am, këtë vit kemi rritje të fillorisëve apo të nxënësve që duhet të regjistrohen në klasë të parë. Këtë vit kemi një numër prej 1335 nxënës, ndërsa vitin e kaluar ky numër ishte 976, që i bie të ketë një rritje prej 350 fëmijëve. Mirë po, nuk do të thotë që gjithë këta 1335 nxënës do të regjistrohen nëpër shkollat tona, pasi që e përmenda, Drejtoria e Librave Am ka të dhënat vetëm për fëmijët të cilët janë lindur gjatë vitit 2019 dhe deri në përfundim të janarit të vitit 2020, mirë po ata nuk kanë të dhëna për lëvizjen e të njëjtëve. Mund të ketë nga këta fëmijë që bashkërisht me prindërit e tyre kanë lëshuar vendin, janë vendosur në ndonjërin nga shtetet evropiane, apo kemi edhe raste të tilla kur lëvizet prej një komune në një komunë tjetër. Mirë po shpresojmë që këtë vit do të kemi numër më të madh të nxënësve të regjistruar në klasë të parë, ndërsa sa i përket 3 viteve të fundit, për fat keq ne kishim një ulje të numrit të nxënësve dhe numri ishte gati se vit pas viti i njëjtë, prej 90 deri në 100 nxënës më pak të regjistruar në shkollat tona fillore. Me këto dhëna të cilat kemi marrë nga Drejtoria e Librave Am, mendojmë dhe shpresojmë që numri do të jetë më i madh nga viti shkollor paraprak, konkretisht regjistrimet të cilët janë bërë gjatë vitit shkollor 2024-2025. Të flasim pak edhe për shkollat në qytet, cilat janë shkollat më të kërkuara në komunën e Tetovës për të regjistruar nxënësit këtë vit?
Zakonisht insistohet për shkollat qendrore, apo të themi shkollat cilët janë pak më të mëdha në qytetin e Tetovës, siç është shkolla fillore Liria, shkolla fillore Migjeni, shkolla fillore Istiqbal në Infrashri. Këtu kemi fluksin më të madh të regjistrimit të nxënësve. Mirë po, e përmenda, do të respektohet rajonizimi, asesi nuk do të ketë shkelje të rajonizimit. E kam përmend disa herë, rajonizimi është kaluar në Këshillin Komunal me votat maksimale, duke pas parasysh edhe votat e pozitës edhe opozitës brenda Këshillit Komunal, do me thënë ai rajonizim një zërit është votuar nga gjithë 31 këshilltarët e komunës Tetovës dhe ne si themelus normalisht që do të ndjekim që ky rajonizim të respektohet në maksimum, normalisht që në kuadër të komunës Tetovës funksionon edhe inspektoriati komunal i arsimit dhe në bashkëpunim me inspektoriatin shtetëror të arsimit neve do të ndjekim respektimin e rajonizimit. Këtë nuk do ta bëjmë për ndonjë lloj ndëshkimi, po këtë do ta bëjmë për vetmen arsye që ne të ruajmë balansin brenda për brenda shkollave, pasi që komuna e Tetovës si themeluese mbart dhe përgjegjësinë për funksionimin e gjitha 12 shkollave fillore që janë në kompetencë të komunës Tetovës dhe nuk do të lejojmë që të ketë një disbalans të numrit nxënësve, që një shkollë të jetë mbi ngarkuar me numër të nxënësve, ndërsa në një shkollë tjetër të kemi numër të zvogluar të nxënësve. Për këtë arsye do të bëjmë të pamundurën që të respektohet ky rajonizim dhe gjitha shkollat të kenë numrin e mjaftueshëm të nxënësve që ata të mund të funksionojnë si duhet dhe normalisht të ruhet konstelacioni i shkollave, normalisht të mbrohet edhe interesi të punësuarve brenda shkollave që mos kemi zvoglim të numrit të paraleleve në ndonjërin nga shkollat fillore dhe të kemi mbi ngarkesë në një shkollë tjetër dhe të rrezikohet edhe kuadër arsimor nga cila do qoftë shkollë që është në kompetencë të komunës dhe me përfundimin e këtij procesi përpara fillimit të vitit shkollor, normalisht që ne edhe një herë do të bëjmë kontrollin para fillimit të vitit shkollor me inspektoriatin komunal të arsimit, që është respektuar ky rajonizim që më 1 shtator të fillohet me procesin edukativ arsimor dhe të gjitha shkollat tona të kenë numër të mjaftueshëm të nxënësve për funksionim normal të tyre. Sa keni bashkëpunim, le të themi ju si sektori i arsimit ose komuna e Tetovës me prindërit gjatë procesit të regjistrimit? Po, procesi i regjistrimit realisht është proces që direkt lidhet prindër-shkollë, mirë po kemi dhe raste të tilla për informacion apo ka ndonjë paqartësi ndonjëri nga prindërit, normalisht që kemi dhe raste të tilla që drejtohen dhe në hapësira të sektorit për veprimtari publike i cili edhe është kompetent brenda strukturave të komunës Tetovës për menaxhim me shkollat fillore dhe të mesme. Dhe normalisht në rastet ku nga ana e themeluesit komunës mund të ndihmohet, ne jemi të hapur dhe gjithë ata qytetarë që do të kenë nevojë që të largojnë ndonjë paqartësi që kanë, normalisht që ne do t'ju jemi në mbështetje, do t'i përkrahim dhe në suaza të mundësive ligjore gjithmonë e përsëris, do të gjejmë zgjidhje që të njëjtit të mund të vazhdojnë procesin e mëtejshëm për regjistrimin e fëmijëve të tyre në shkollat fillore. A ka ndonjë mënyrë e informimit të qytetarëve ose të prindërve që ta dinë se kur duhet të regjistrojnë dhe të regjistrojnë në kohë fëmijët e tyre filloristë? Po, do me thënë pas dorëzimit të dhënave që sektori për veprimtari publike i dorëzon deri tek të gjithë shkollat fillore të komunës Tetovës me emër, mbi emër dhe adresë të nxënësve të cilët i bien atij rajoni që duhet të regjistrohen, normalisht që shkollat më pas nëpërmjet shërbimeve të tyre ju dorëzojnë deri në adresë të shtëpive prindërve të fëmijëve ftesë me afatet kohore, me dokumentacionin e nevojshëm, një lloj njoftimi deri tek adresa e atyre prindërve për regjistrim të nxënësve. Dhe normalisht ky regjistrim është vit pas viti dhe gjithë qytetarët janë të informuar për procesin e regjistrimit i cili fillon
në fillim të muajit maj dhe përfundon me përfundimin e muajit, por sidoqoftë përsëri shkollat të lëshojnë një lloj njoftimi deri tek shtëpitë apo adresat e prindve të cilët kanë fëmijën e tyre për ta regjistruar në shkollë fillore. Të ndalemi edhe në një tjetër pikë gjithashtu shumë të rëndësishme. Të flasim pak për regjistrimin e nxënësve me nevoja të veçanta arsimore. Si është trajtuar regjistrimi i nxënësve të tillë? Do të thënë, në kuadër të komunës Tetovës ekzistojnë apo regjistrohen edhe nxënës me nevoja të posaçme. E dini që me ndryshimet e fundit ligjore më nuk ekzistojnë klasa apo paralele të veçanta për fëmijët me nevoja të posaçme, duke u thirrë në atë që mos të ketë diskriminim në mes të fëmijëve. Gjithë fëmijët varësisht rajonit ku i bijnë kanë të drejtën të regjistrohen në shkollën përkatëse. Ajo që komuna e Tetovës bën është që çdo herë drejtohet me kërkesa edhe deri tek Ministria e Arsimit dhe Shkencës, por normalisht angazhohen edhe asistent personal në gjitha ata shkollat të cilët kanë të paraqitur deri tek komuna e Tetovës raste të tilla për fëmijët me nevoja të posaçme dhe ju sigurohen asistentët personal që krahas arsimtarit apo kujdestarit të klasës e cili merr klasën që nga klasa e parë normalisht që në atë klasë është edhe asistenti, ku është rregulluar që një asistent mund t'i ketë në kontroll 2, maksimum 3 fëmijë brenda një shkolle, kështu që nuk kemi pasur deri në këta momente ndonjë problematikë që ndonjëri nga fëmijët me nevoja të veçanta nuk ka pasur trajtim apo nuk ka pasur përkujdesje nga ana e themelusit komunës Tetovës. Normalisht që në kuadër të shkollës fillore e Liria funksionojnë ende paralelet e nxënësve apo fëmijëve me nevoja të posaçme. Ata janë paralele funksionale që përpara ndryshimeve ligjore janë regjistruar në paralele të posaçme. Normalisht që aty kemi edhe kuadrin profesional, i cili merret me mbarvajtjen e procesit edukativ arsimor në ata paralele, dhe mendojmë që shkolla fillore Liria së bashku me shkollën fillore Qiqish do të jenë edhe si qendra për ofrim të shërbimeve apo asistentëve personal në gjitha shkollat fillore të komunës Tetovës për asistencë ndaj fëmijëve me nevoja të posaçme. Mirëpo këto ende nuk kanë filluar të funksionojnë pas ndryshimeve të fundit ligjore. Mirëpo kanë pëlqimin e themelusit komunës Tetovës dhe normalisht pëlqimin nga ana e Ministrisë për Arsim dhe Shkencë që këto të jenë si shkolla bartëse për ofrimin e këtyre shërbimeve dhe mendoj që do të vazhdoj kjo përkrahje për fëmijët me nevoja të posaçme nga ana e komunës Tetovës si themeluese e shkollave fillore dhe në vazhdim në vitin shkollor 2025-2026 nuk do të ketë asnjë lloj problematike. Gjithë ata fëmijë të cilët do të regjistrohen në klasë të parë do të marrin edhe shërbimin e duhur nga asistentët personal të tyre që do t'ju caktohet normalisht nga ana e komunës në bashkëpunim me Ministrinë për Arsim dhe Shkencë. Të flasim pak edhe për fëmijët apo filloristët e komuniteteve të tjera. Për shembull, sa mbështetje ju ofrohet fëmijëve nga komuniteti rom apo komunitetet të tjera? Do me thënë kështu, komuna e Tetovës nuk bën asnjë lloj dallimi në baza etnike, nacionale apo të komuniteteve. Dhe gjithë kanë drejtën e garantuar me kushtetutë gjithë qytetarët që jetojnë brenda Republikës së Maqedonisë së Veriut që të regjistrohen në shkollë fillore apo në shkollë të mesme. Komuna e Tetovës përkrah çdo etnitet, komunitet që vepron apo jeton brenda komunës tonë dhe ne gjithmonë jemi të hapur për gjitha komunitetet, edhe pse në fëmijët të komunitetit rom mësojnë në 3 shkollat tona fillore duke përfshirë shkollën fillore Naim Frashëri, shkollën fillore Istiqbal, shkollën fillore Goce Delqer.
mirë po ata me vetë dëshirë, fëmijët e tyre i regjistrojnë në paralelet me mësim në gjuhën shqipe apo në paralelet me mësim në gjuhën maqedonase. Normalisht që kemi edhe paralele me mësim në gjuhën turke që funksionon edhe në shkollën fillore Istiqbal, po edhe në shkollën fillore Migjeni, kështu që gjitha komunitetet pa asnjë dallim janë në proces edukativ arsimor dhe gjithë fëmijët e ndjekin procesin edukativ arsimor, qoftë ajo në shkollat fillore apo qoftë ajo në shkollat e mesme, të cilat janë në menaxhim të komunës Tetovës. Dhe për fund, cila ishte porosia juaj, ose thënë më mirë, nëse doni të shtoni diçka tjetër që haruam të trajtojmë gjatë këtij emisioni? Kështu, porosia për fund është deri tek prindrit të cilët regjistrojnë fëmijët e tyre në klasë të parë, që të respektojnë rajonizimin, pasi që kemi edhe raste të tilla kur me dokumente fiktive apo të rrejshme tentojnë që të regjistrojnë fëmijën e tyre në një shkollë të caktuar ku ata dëshirojnë, mirë po kërkoj nga gjithë qytetarët dhe prindrit mirë kuptim që të respektohet ky rajonizim, pasi që me mos respektimin e rajonizimit neve na paraqiten situata problematike ku dëmtohet një shkollë fillore apo favorizohet një shkollë tjetër fillore. Komuna e Tetovës është për atë që të jetë barabartë për gjitha shkollat dhe mos jetë për njërën shkollë nëne, për tjetrën mjerk, po të jetë për të gjitha njësoj dhe ne mbartim obligimin ligjor për trajtim të barabartë për të gjitha shkollat fillore të komunës sonë. Komuna e Tetovës gjithmonë vazhdimisht punon në atë drejtim dhe në të gjitha shkollat në mënyrë proporcionale tenton që të ofroj kushte sa më të mira, që të kenë mundësi gjithë nxënësit të ndjekin në procesin edukativo arsimor. Kemi edhe shkolla fillore të cilat mungojnë momentalisht sallat të sportit, mirë po jemi në procedurë që bashkërisht me Ministrinë për Arsim dhe Shkencë në këta shkolla fillore ku kemi mungesë të sallave sportive, shumë shpejt do të fillohet edhe me ndërtimin e të njëjtave dhe gjitha shkollat fillore në kuadër të komunës Tetovës janë me ata kushte që mund pa problematik dhe pa asnjë lloj pengese të zhvillohet procesi edukativo arsimor. E dim që fëmijët janë gjëja më e shenjtë për prindërit, mirë po besoni që gjitha shkollat fillore të komunës Tetovës janë të përgatitura, qoftë me kushte brenda hapësinore, qoftë me kuadër janë njëjtë të përgatitura, kështu që pa hamendje ku të duan, në cilën shkollë bie, fëmija i tyre të regjistrohet dhe do të ketë trajtimin e posaçëm ashtu siç ju takon fëmijëve, pasi që gjithë e dim që ne gjithë punojmë për ata fëmijë dhe për ata fëmijë janë edhe ardhmëria e kombit, e popullit dhe normalisht e shtetit ku ne veprojmë dhe jetojmë. Zoti Dauti, faleminderit shumë që ishi pjesë e emisionit tonë. Faleminderit dhe juve për ftesën. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës. Në vazhdën e personaliteteve kishim të ftuar zotrin Azmi Dautin, përgjegjës për veprimtari publike në komunën e Tetovës, për të folur konkretisht për regjistrimet e filloristëve në shkollat fillore për vitin e ri shkollor. Ju vazhdoni që qëndroni dhe më tutje me ne, rikthehemi pas pak në pjesën e fundit.